Shoqata kombëtare e gjyqtarëve ka reaguar pas kritikave publike të kryeministrit Edi Rama për gjyqtarin Marko Boshku. Në një deklaratë publike, Shoqata kombëtare e gjyqtarëve thotë se ky është një sulm i paprecedent dhe papranueshëm ndaj gjyqtarit, ndërkohë kërkojnë dhe i bëjnë thirrje KLG-s që të marrë pozicion të qartë në mbrojtje të gjyqtarëve. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë konstaton e revoltuar se sërish kreu i ekzekutivit shqiptar me një mënyrë tërësisht të paprecedent dhe të papranueshme ka sulmuar një tjetër gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës së parë në Tiranë, Marko Boshkun. Së pari, shoqata i shpreh mbështetjen e plotë gjyqtarit Boshku, si dhe një gjyqtar me integritet dhe model në punën e tij. Së dyti, ajo e nxit Këshillin e Lartë Gjyqësor që të marrë një pozicion më të qartë në mbrojtje të pushtetit gjyqësor në tërësi dhe gjyqtarëve të caktuar në veçanti. Dhe së treti, bëjnë thirrje që të gjithë partnerëve ndërkombëtar për të mbështetur pa rezerva sistemin e reformuar të drejtësisë, i cili është së pari produkt i ndihmës së tyre të pakursyer, si dhe të bëjnë të mundur që zëri i tyre të ketë drejtim të dëgjohet dhe ata që e kanë humbur kjo shqis në raport me aktorët e brendshëm. Dhe së fundmi, ata i kujtojnë përfaqësuesit më të lartë të pushtetit ekzekutiv se çdo deklaratë denigruese në drejtim të gjyqtarëve përbën ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe se referuar në enit 145.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, një veprim i tillë përsjell përgjegjësi sipas ligjit, thuhet në deklaratën e tyre. Shoqata thotë se deklarata në postime dhe komente të tilla si ndaj gjyqtarit Boshku janë në kufijt e veprës penale, po ashtu Shoqata kombëtare e gjyqtarëve shpreh se sulmi ndaj gjyqtarëve përbën sulm ndaj të gjithë pushtetit gjyqësor dhe kjo pamendyshje është jo vetëm një tentativë për uzurpimin e këtij pushteti, por mund të ketë pasojë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Reagimi i Shoqatës kombëtare të gjyqtarëve vjen një ditë pasi kryeministri Edi Rama denoncoi gjyqtarin Marko Boshku, duke e quajtur të pabesueshëm vendimin e tij për të rikthyer në detyrë kreun e AMP-s në Vlorë, Glorian Ahmetaj, madje edhe për t'i paguar atij pagat e prapambetura pas pezullimit për shkak të një ndërtimi pa leje në Ksamil.